Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirëseardhët në Vibe. I ftuari i parë është i ftuar që ju të gjithë e njihni tashmë. Ai është Armir Tola. Armir, përshëndetje dhe mirëseardhje. Përshëndetje, mirë se të gjeta. Faleminderit që pranove ftesën, është kënaqësi. Gjithashtu. Para se të nisim për rrugtimin tënd në Big Brother, para dhe pas daljes së saj, unë dua të njoh pak më shumë Armirin. Si do të përshkruaje veten me 3 fjalë? Unë me 3 fjalë? Po unë me 3 fjalë do ta quaja fjala e parë, do quaj energji, që do të thotë energji nga mjesi dhe im dark. Fjala e dytë humble, në anglisht ose në shqip, dikush që ka diçka brenda dhe ndjen për jo vetëm për vete, për njerëzit, merakose, të bëhet humble, të jesh i përulur herë përpara se çdo gjë. Dhe e treta i dashur jam në përgjithësi me këtë lloj njeriu që është mbi tokë. Me të gjithë? Në përgjithësi po. Se s'kemi qa humbim të jetë, që duhet jemi në rregull. Më the që ishe energjik. Energjik? Nga mëngjesi deri në darkë. Po dhe Red Bullit parakaloj Red Bullit. Po merr këtë energji kaq të madhe? Po energjinë e madhe ne e marrim vetëm nga një person, nash në këtë botë që ne jetojmë, që vetëm nga Zoti i Madh. Nuk kemi një shpjegim. Sepse unë edhe besoj çik shumë në vetë, si njëri besimtar. Dhe ja sugjeroj çdo kujt të besoj. Dhe të besoj në vetvete apo në Zot? Të besoj në Zot e para, pastaj në vetvete. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo. Atëherë të gjithë të njohim nga Big Brother. Po, sepse unë isha personazh i panjohur, edhe mua sepse ishte Big Brother VIP, edhe më pyetën në fakt a je VIP? Tash unë s'kam lidhje me VIP-at sepse jam super VIP. Je super VIP. Po, kështu thashë, ishte në formë shakaje, po super VIP. Si ishte jeta jote para Big Brother? Jeta ime para Big Brother, domethënë, unë kam një jetë shumë aktive nga mjesi dhe im dark, për shumë vite që e bëj, dhe si para Big Brother, si mbas Big Brotherit, vazhdoj një jeta shumë aktive, vazhdoj të jem aktiv, nuk pushoj as si sekond, dhe pavarësisht se mbas Big Brotherit ndryshon lloji aktiviteti, ndryshon qasja, bën përputhje aktivitetesh dhe po vazhdon intensiva akoma, nuk e shkëpuz intensivitetin derisa të mbi takati. Çfarë ka ndryshuar pas daljes tënde nga Big Brother? Atëherë mbas daljes nga Big Brother te unë nuk ndryshon asgjë. Sepse a mos e bë më i famshëm, si s'pas ka ndryshuar. Okej, çfarë ka ndryshuar në cilin drejtim? Tek Armiri apo në marrëdhënie me njerëzit? Okej. Në jetën tënde. Në qoftë se do flasim në jetën time, atëherë shumica e njerëzve kur shkojmë shohin, dikush flet, dikush nuk flet. Si ndihesh? Po i vlerësuar, me thënë drejtën. I vlerësuar, dhe njeriu kur ndihet i vlerësuar, sidomos për mirë, është një element që të përmbush në vetvete. Sepse njeriu në fund fare do edhe ti punon për të përmbushur. E kupton? Kështu që përmbushja mendoj që është një gjë e mirë, por gjithmonë nuk duhet ta marrim si vetkënaqësi, sepse pastaj krijon një crash dhe aty fillon problemi jot. Kështu që keep going life, same life, to be continue. Çfarë të shtyu të bësh pjesë një formati të tillë? Okej, është shumë e thjeshtë jam shtyu, sepse unë nuk është se u futa në Big Brother as për të bërë emision, as për sepse unë kam një kompani ndërtimi, kam 20 vjet inxhinier ndërtimi, edhe vazhdoj punoj për vete me të njëjtën punë, dhe nuk më shtyu ana e profesionit që por më shtyu ana sepse unë në vetvete unë do i bëja reklam kompanisë time, sepse është reklamim çdo gjë në këtë botë, ta kemi parasysh. Dhe të reklamosh një program të tillë është një ndër programet realisht më të mira për Skyrock. Skyrock do të thotë që është një shpërthim nga këtu deri lart me nivel për një kohë shumë të shkurtër. Dhe aq po mirë kur dikush mund ta bëj pozitive në drejtimin e vet. Dhe kjo më ka pëlqyer mua që më ndihmoi Big Brother për
për të njohur nga njerëzit, për të krijuar new connection, lidhje të reja, miq të ri, sepse në biznesin tonë ndërtimit ka shumë rëndësi, i thonë aty tarafi, lidhjet, sepse çdo lidhje krijon një merimang rrjete dhe neve na duhet gjithë këto merimang rrjete që të ecim përpara. A pate njerëz që të thanë që mos futesh? Po tjetër që pata njerëz. Gjysma e shtëpisë. Gjysma e shtëpisë nuk donin të futemi. Por basi kam dal gjysma e shtëpisë që nuk donin unë të futesha, ishim prapë të lumtur për çfarë kisha përfaqësuar. Ke përfaqësuar dinjitet. Po unë do me thënë përfaqësu dinjitet, se cili ka mënyrën e vet, por që unë mendoj që kam përfaqësu një djalë shqiptar që duhet prezantoja. Cili ka qenë personi që të kam mbështetur më shumë gjatë rrugtimit tënd? Në Big Brother? Brenda në Big Brother? Edhe jashtë, edhe pasi dole, edhe para se të futesha. Tani e para ka qenë familja. Pastaj kanë qenë shoqëria ime e ngushtë, do më thënë shoqëria që unë kisha rreth e qark, që unë kam mbështetur pa mas. Le të kalojmë pak tek eksperjenca jota. Po. Cili ka qenë ai moment, bëhet fjalë në Big Brother, që nuk do ta harrosh kur? Big Brother? Momenti që s'do harroja është realisht kur më erdhi një letër nga Goca, a kuptoj, një dron nga Goca, dhe ishte si burkuksion, si malok në si në mësume të qajtë, e kupton? Dhe ishte një element shumë i veçantë, sepse njeriu ndryshon perceptim brenda Big Brother. Nuk mendon siç mendojnë njerëzit jashtë. Krijon një lloj modaliteti trurit tjetër dhe aty qajta pa më e kuptuar që unë më erdhi pa dashje. Dhe ishte një ndër momentet më të bukura. Kam qajt për vajzën time. Pse e keni kaq vështirë që janë ju meshkujt? Po ne meshkujt apo ju që the unë si kuksian që jam? Po jo si kuksian, gjithë meshkujt në fakt përgjithësisht, thash unë si kuksian, po unë po përfaqësoj veten tënde dhe veten time. Pse e kemi vështirë? Po nuk qa burri. Pse? Pse? Burri mund të qaj mrena, po nuk qaj jashtë. Pse? Sepse në këtoj botë janë drejtuar gjërat. Një burri ka për detyrë të jetë i fortë, të jetë punëtor, të ecë përpara, çara vite ti bëj ku doje. Ty të ka dhënë për detyrë kjo jetë me qenë i fortë. Për çfarë? Për familjen, për fëmijët, për shoqërinë. Po nëse qan nuk tregon dobësi, nuk je i dobët nëse qan. Si? Atëherë në botën ku jetojmë ne, ta marrim për dobësi. Patjetër, s'bëhet fjalë. Ty ta marrin për dobësi çdo lloj gjëje që ndodh rreth e qark, dhe s'po ta marrin për dobësi, është absolutisht po. Kështu që nuk është se ne nuk qajmë, por burri do të jetë i fortë realisht, do të ketë të gjën që të ecë vetëm përpara. Kush ishte banori me të cilën krijove një lidhje më të fortë? Po ajo dihet realisht është Stine. Ama të krijova lidhjen më të fortë dhe vazhdoj ta kem lidhjen më të fortë. Dhe bile po më bën dhe një surprizë Stine tani. Edhe do bëjmë një këngë së bashku, që unë s'kam lidhje me këngën fare. Këngë. Është një këngë me një element brenda Big Brotherit. Shumë interesant. Edhe shumë shpejt do vi. Sa lajm i bukur. Edhe ti do ta publikosh. Po patjetër. Patjetër. Po me kënaqësi të madhe. Po është interesante. Titull si ai s'keni dëgjuar ndonjëherë për këngë. Do ta lejmë surprizë. Surprizë. Po tjetër veç Stinës, po kam shumë shok. Tani, unë sa janë 39 banor, 40 banor, nga i parit e i fundit, unë kam i marrëdhënie korrekte. Shoqe? Po, shoqe Sabina. Sabina Mete. Sabina Mete me drejtimin e emisioneve sportive, dhe ma të krijova një marrëdhënie shumë, po edhe gjithë gocat e tjera i kam shumë shoqe. Të gjitha? Po. Ka ishtë tipi shoqërueshëm i ti? Më kanë dhe i kam. Dhe jo vetëm gocat, por dhe qunë. Domethënë marrëdhëniet e mia me to janë korrekte totale. Tani me të gjithë nuk besoj të kesh pas marrëdhënie dhe të vazhdosh. S'kam pas marrëdhënie, por kush është ai person që nuk e gjetë të kurrë atë gjuhën? Unë? E përbashkët. Unë kam një problem që nuk e vlerëson, aq. Jo, unë nuk i vlerësoj të gjithë.
secili ka elemente vet pozitiv negativ, edhe unë kam pozitiv negativ vetë si personazh, dhe ato mund të kenë pozitiv negativ, por që unë nuk u futa në atë program për të parë një tmet dikujt. Por unë mendoj që gjithë kanë ato të mira të këqija të veta, kështu që unë nuk maj mëri me asnjë nga ato që kanë qenë Big Brother. Bile nga gjithë unë i respektoj deri te limitet që ne kemi me njëri tjetrin. Kështu që nuk mendoj që kush mendon që ka bërë lojën më të keqe? Lojën më të keqe? Atë lojën më të keqe, për mendimin tim, si mendim strategjik, është lojë e rrezikshme dhe e keqe njëkohësisht, është Rogerti bën një lojë shumë tashme. Rogerti, domethënë, u fut allin. Ajo e Rogertit ishte, domethënë, ose 100% këtej ose 100% ande. Do thotë ishte shumë e rrezikshme. Sepse ai realisht unë e kam taku jashtë, nuk është ashtu personazh, por aty brenda bëri një lojë që ishte e frikshme. Ti je qenë 100% vetvetja? Unë kur jam fut armir, kam dalë armir double, armir në 4 orë. Armir në 4 orë është 2-4. Kështu që unë kam qenë armir dhe jam armir. Për çfarë mendon se të kam vlerësuar më shumë njerëzit? Po, shiko, ai nuk është program sinqeriteti në datë parë. E kupton, pra ne kam dalë ditën e 18-ën. Dhe po për çam vlerësojnë, unë mendoj që mua më kam vlerësuar për realitetin dhe për vërtetësinë që unë kisha, sepse unë asnjë moment nuk e kam menduar veten time të bëj një lojë. Aty kam qenë live armiri. Ti ke dalë që ditën e 18 ditë në darkë. Shumë pak. Por ka një element shumë bukur. 18 ditë, sigur kam nitë shumë më shumë për konfidencat që më kanë dhe njerëz. Si e përjetove eliminimin? Eliminimin, për zotin e përjetova, domethënë ishte, nuk e prisja me thonë drejtën që unë do dilja dhe dite, sepse kishte element edhe më dobët për të dalë. Edhe, por që unë çdo gjë e pres në këtë jetë me sportivitet, dhe ashtu e mora me sportivitet dhe me padurim shkova takova Gocën, që ajo kishte qenë duke më prit padurim jashtë. Ja ishte element shumë i bukur. Kështu që mjaftonin 18 ditë, sepse të jesh brenda Big Brother është diçka shumë e vështirë, është një ndër lojrat më të vështira që mund të bësh në jetë. Sot në këtë moment që po flasim, atë ndalon dikush në rrugë publiku dhe cila është gjëja që ke dëgjuar më shpesh? Mund kanë ndaluar në publik shumë gra shqiptare. E kupton? Se gocat e reja s'më lejnë. Pse? Po e din, jam burr i martuar me fëmijë, edhe në përgjithësi gocat nuk i ndalojnë. Nëse do të kishte ndaluar një gocë, një vajzë e re. Po do më kishte ndaluar, do kishte respektuar, do kisha respektuar, do kishim lëviz secilin. Unë respektoj çdo lloj kategorie. Por ajo që më bë përshtypje është që fëmijët më donin shumë dhe nonat tona. Të mersi shumë. Thoshim faleminderit për djalin që je, kështu që ajo është një element që mua ma plotson zemrën edhe ma bë zemrën më. Dhe ndihesh krenar, besoj. Ndjem krenar për nonat tona, sigurisht. Siç mund ndihesh ti krenare për nonat tona. Patjetër. Ke refuzuar në një reklam, se ju pas daljes së Big Brotherit të gjithë bën një reklama. Unë e kam deklaruar edhe përpara. Disa i bëjmë falas. Një minutë. Atë falas e kam futun si limë, thonë drejtën. Edhe unë nuk bëj reklamë lek. As nuk kam për të bënë herë një tim reklamë lek, sepse unë lek që i fitoj me punën që unë bëj. Dhe kush ka nevojë me bërë reklamë, gjithë miqtë e mi që kam pas nevojë, sa do i vogël mund të jem unë, ja kam bërë dhe vazhdoj t'ja bëj pa lek. E kupton? I don't care about money, about reklam. Nuk e kam qëllimin tim njët bëj reklama për lek. Do me thonë ke refuzuar reklam. Do me thonë nuk kam refuzuar asnjë reklam, kush më ka thonë kam shkuar kam bë. Pa lek. Pa lek. Po nuk merr lek për reklam. Se kam parë disa që nxjerrin njoftime që do të bëjmë reklama deri në fund të këtij muaji pa lek. Po. Edhe ai është shoku im Casey, kam shumë shok. A kuptoj dhe Casey po bën një linjë shumë të bukur për vetën e vet, e kupton? Dhe ka thënë do bëj 2 muaj reklama pa lek. Bravo i qoftë. Dhe edhe këto 2 muaj që është një angazhim në jetën e vet, e kupton se ai po bën çdo ditë reklama. Ndryshe nga unë që unë nuk bëj çdo ditë reklama. Dhe
ai po bën gjën më të bukur që mund të bëj dikush. Dhe nuk ka dalë një artist nga Big Brotheri që thotë unë bëj reklama pa lek. Ma thuj cili ka dalë, përveç se me edhe Kesin. Nuk ekziston. Kushdo që bën reklama, unë mendoj që merr lek. Po dhe jo punë është. Jo, është një ndër punët më të rregullta që ekziston gjithë botën. Por ajo që ka bërë Kesi është humble, që do të 2 muaj ka ndarë mendje nga jeta vet të Nëse bravo. Mos marrë lek, bravo i qoftë Kesit. Dhe jo bravo në qoftë mu, se unë e kam vendosur para se të hyjë Big Brother këtë gjë. Me veten time. E thash këto se të gjithë ju që dileni nga Big Brotheri nisti me reklamat, dhe jeni shumë të shtrenjtë. Jo të gjithë. Ato që merren me këtë sport, unë nuk merrem me këtë. Unë kam një kompani ndërtimi dhe unë marr shtëpia, shes shtëpia, bëj shtëpia, unë llaçetulla merrem gjithë ditën. Me që jemi tek kompania ndërtimit, si lindi rruga jote në ndërtim? Atëherë unë jam inxhinier ndërtimi, kam marrë një shkollë për inxhinier ndërtimi, duke pas vllajin tim arkitekt më të madh se unë, ai më futi në linjën e tillë. Vazhdova punova që i vogël, e kupton, kam punuar në punë në tunel Kalimashit, puna parë që unë kam bërë, e kupton, si inxhinier dhe aty vazhdoi gjithë linja ime dhe dashuroja atë punë sepse isha aktive, duke qenë një person aktiv që nuk rri dot në zyrë, se mua po të nglesh në zyrë, me mua ke marrë punë. Pse? Po nuk rri dot, jam impulsiv i madh. Je hiperaktiv. Goxha. Dhe ishte puna që unë adhuroja dhe vazhdoj të adhuroj. Dhe kjo që pjesa e ndërtimit më ka pëlqyer shumë dhe vazhdoj me kompani ndërtimit timen që sa vështirë është të drejtosh një biznes sot në Shqipëri? Sa vështirë është? Në Shqipëri. Nga 1 tek kush? Tek 10-a. 9.7. Pse? Është shumë e vështirë. Pse? Sepse Shqipëria nuk ka një standardizim të saktë biznesi. Është një lojë uqrish. Dhe kush e haj pa i dytin? Është shumë e ashpër. Kapitalizmi në bazë është lojë uqrish. Dhe do fitoj kush është alfa. Kështu që ti je alfa? Unë tentoj gjithmonë të jem alfa, dhe nuk mund të kem njëri përpara. Më pëlqen vetbesimi yt. Do vazhdoj ta vetbesoj veten derisa Zoti na merr frymën. Bravo. Cilat janë sfidat më të mëdha që has në biznesin tënd? Sfidat në drejtimin e tij. Po sfidat më të mëdha janë gjithë standardizimet të shqiptare që nuk janë të standardizuara. Problem me punëtorin, problem me likuidimet, mënyra, domethënë ka shumë probleme akoma. Ne kemi ecur një zhvillim shumë të lartë, por ka një cikël problemesh që na e pengojnë biznesin, por që gjithmonë janë të kalueshme. Ti më the që je hiperaktiv, je gjatë gjithë kohës në lëvizje, je shumë energjetik nga mëngjesi deri në darkë, por unë dua të di se si e ndan punën mes jetës personale. Patjetër. Tani unë pavarësisht jam hiperaktiv dhe jam shumë i lëvizshëm. Edhe punon shumë dhe je shumë energjik. Unë kam i procedurë tjetër që merrem shumë me vajzën. E kupton? Që merrem që në mëngjes, merrem kur e marr nga shkolla, ndonjë lojë masdite, kështu që ndarjen e bëj racionale si me punën, si me familjen, si me shoqërinë, me të gjithë. Dhe mundohem të jap secilit atë që meriton. Kështu që jam racional në ndarjen e detyrave të mia që kam si person në këtë lloj faze që janë tjetër. Kush është Amiri larg kamerave? Larg kamerave? Po për zotin do të merresh të çonoj tjetër, po unë larg kamerave, unë nga mjesi deri në darkë unë do të bëj njerëz të qesh, që të jenë të lumtur. Dhe të jenë, unë nuk duroj për shembull të kem në tavolinë një person që vetëm rri dhe të fut atë stresin e vet dhe mundohem dhe atë ta ngrej në nivel emocioni lart. Bravo. Çfarë vlerëson ti më shumë tek njerëzit? Çfarë vlerësoj më shumë tek njerëzit? Po si tha Nart Ndoka, sinqeritetin, ka 3 elementa. Heqim tha mrapa kolpin para kolpin. Bëjmë shaka, se bëjmë edhe çik shaka. Patjetër. Çfarë vlerësoj më shumë te njerëzit? Dhe vështirë është kjo çfarë vlerësoj më shumë te njerëzit, po për ty s'besoj ti dhe vështirë përderisa ti ke familje. Unë një gjë vlerësoj gjën më madhe. Mirënjohjen. Është gjëja që unë e vlerësoj më shumë. Një mirënjohës është njeriu më i mirë dhe një mos mirënjohës është njeriu më i keq të botë. 2 elemente. Mendon se ka mirënjohës sot? Po. I pari jam unë. E dyta e ti?
Besoj. Jo, unë si jam mirënjohëse. Si e mirënjohëse? Do vazhdosh të jesh edhe mbrapa. Kështu mendon ti? Kështu ta sugjeroj unë ty. Faleminderit për sugjerimin. Ishte shaka, kjo unë jam shumë mirënjohëse. E di. Tash të ndërshtoj pak. Por që mos mirënjohësi realisht në këtë jetë është njeriu më i keq me. Domethënë mos mirënjohja mund të jetë edhe një gjë që ti nuk e toleron tek njerëzit. Unë mos mirënjohjen ndoshta ta toleroj, po unë s'merrem me ty. Okej, çfarë nuk toleron? Çfarë nuk toleroj? Vjedhjen? Se toleroj fare. Si një në çdo lloj drejtimi. Tjetër. Në çdo lloj drejtimi vjedhja është prapë gjë shumë e rëndom. Çfarë nuk po edhe tradhtin se kam qef ta tradhtia është shumë e rrezikshme. Ke tradhuar ndonjëherë ti? Në cilin drejtim? Bashkëshortor. Nuk e kisha këtu. Po unë të pyes për... Unë tim këtu në drejtim bashkëshortor, nuk tradhoj asnjë. Jam shumë i rregull. Bravo. Si e përkufizon suksesin? Suksesin? Atëherë, suksesin unë e përkufizoj me 2 fjalë shumë bukura që unë çdo darkë para se të flej në gjumë i them Zotit faleminderit për këtë sukses. Për çdo gjë që na jep. Dhe kjo është mbyllet me suksesin. Pastaj aktivizmi brenda vetes, ai na e ka dhënë dhe ai do na e marrë deri në momentin e fundit. Kështu që unë mendoj që vetëm fal atij ne bëjmë çdo lloj suksesi, çdo lloj gjë që bëjmë jetë. Cila është një ëndër që nuk e ke realizuar ende? Okej. Këtu vazhdojmë, është skemë e bukur kjo. Një po realizohet të thësh. Ç'a ishte? Muzika. Një këngë për jetën, duhet një këngë jetën time. Dhe këtë po e realizon stime. Tani ëndra tjetër që do e realizoj patjetër është do të jem aktor filmi, me film. Pavarësisht unë jam inxhinier, kam një kompani, kam punëtor, por du të jem dhe një aktor filmi, me film. Sa aktor je në jetën reale? Sa aktor? Jam aktor i fort. Në jetën reale je aktor? Nuk është mirë të jesh aktor në jetën reale. Atëherë të ta shpjegojmë ty shumë mirë. Në këtë jetë gjithë jemi aktor. E diti? Ne jemi në një jetë ku të gjithë po drejtojnë diçka. Po ta kapësh në bazë. You know what's Matrix? E di çfarë është Matrixi? Po. Atëherë ne jemi brenda një Matrixi që secili kemi një rol në këtë film të jetës tonë. Dhe unë jam një aktor jetës time, ti aktor jetës tënde. Tani, nga ky lloj aktori që unë jam një jetë, unë mendoj që jam aktor i mirë. Po të kalojmë në aktor filmi, ndryshon loja, ndryshon gjëja që do të thotë do ikim nga jeta reale dhe do futemi në atë surreale. Nëse do luaje një film. Po. Çfarë aktori do ishe? Negativ? Tani filmin unë kam unë do luaj film nga Kuksi në Londër do ishte filmi. A kupton? Edhe titullin e ka. Do bëja një si ka bërë një emigrant nga Kuksi, ka ikë deri në Londër, ka hedhë gjitha zit olive dhe ka bërë dhe i kompani të madhe atje dhe ka një emër mes Londrës. Ky do ishte filmi. Besoj është realiteti jot. Jo, është një pjesë e vogël e realitetit tim, po ky është një realitet i gjithë. Unë kam jetuar një vit në Londër. Edhe një vit në Amerikë. Për të gjithë ato që nuk të njohin. Po. Ti je i martuar me një vajzë mrekullueshme që e ka Minaura. Ta rujt Zoti. Faleminderit. Inshallah me ideal. Si është marrëdhënia jote si baba dhe bashkëshort? Çfarë bashkëshorti është Armiri dhe babaja? Armiri duke qenë impulsiv është e vështirë të mëshë Armiri. Po se një djalë impulsiv edhe për ty do ishte e vështirë. E kupton? Apo je edhe ti impulsive? Mbase. Kështu që me Armirin është aq e lehtë edhe aq e vështirë se dashmo i vështirë shumë dashje. Do me thënë meritat i shkojnë bashkëshortës tënde, që jeni patjetër që në një marrëdhënie të shëndetshme. Patjetër që shkojnë Armiri dhe bashkëshortë, gjithë është shiko meritat shpërndahen, nuk shkojnë vetëm dikujt. Por derisa po thua jam i vështirë? Jo jam i vështirë. Ama të Armiri për shembull lidh nuk ma do të Armiri, kështu që i ka meritat ajo. E kupton? Që të kam mbajtur lidh ty? Po se ka besimi, ja kam krijuar dhe unë realisht çdo lloj gjëje asaj që mos të ketë probleme. Është xheloza? Asnjëherë në botë, sepse si kam thënë asnjëherë arsye për të qenë xheloze. Po ti je xheloz? Unë? Po natën kur flej gjumë.
Natën. Ditën jo. Çfarë punësh bën në shtëpi? Ti ndani punë bashk? Apo je tipik burr shqiptar që Për zot, për këtë zihemi sepse kur isha në Big Brother unë bona të gjithë punët e dunjas, e kupton? Edhe kur shkova në shtëpi, më tha nuzja e plaka, po ti pas ke qenë njishmë, hajde futu herë. Edhe nga që nuk po merita ti shkojmë prapë në unë, se që i bëm vetë. Ti nuk Ndihmoj patjetër. Për çfarë? Unë di me gatu çdo gjë. Çe ke dhe kuzhinier? Unë di me gatu çdo gjë. Pilaf, makarona, tav patallgjonash. Bravo. Qa ka tav peshku, tav mishi, qa dush mund gatuaj. Por ti thua kush më lidh mu me gatu, kjo është problemi. Por që gatuaj, kur s'është nucja në shtëpi, marr gocën, gatuajmë bashk, e mësoj nga i qik, se kam qef ta fus në gjitha të lëra e gatimit, që të paktën të kulturohet i qik, të marrë i qik atë iniciativat, se do rritet edhe ajo, është bote ashpër sot. Dhe mundohem që ta aktivizoj, i bëjnë herë në pilaf, në makaron, patate të skuqme, i bëjmë bashkë se ka fiksim fare. Po, sigurisht që unë kur kushtet të mbyllen, unë futem në aksion. Tani vajza është një moshë delikate. Është delikate, është moshë goxha interesante, delikate i them kur jetë në adoleshent, që është shumë e vështirë. Marr shkas nga brezi i sotëm. Është i vështirë shumë. Që është i vështirë, ndaj them është delikate. Çfarë është ajo gjë që ja thua çdo ditë vajzës tënde? Atëherë, unë vajzës time çdo ditë i them që tjetë njeri nga thparë. Tjetë e përullur në radhë dytë. Mos kujtoj që kemi në vërdal dhe të shikoj dhe të tjerë që s'kan. Sepse me këto fëmijë që kemi sot ne, këto mund të marrin edhe mbrapsht jermë, i themi në Shqip. Kështu që mundohem që çdo ditë të flas me çdo lloj gjëje që ajo të ulet nga ato që shikon rreth e qark. Sepse ato që shikon rreth e qark sot janë të mërshme, me thonë drejtën. Të gjithë në telefon, të gjithë me... Por du të përulim mirë, du ta ulim veten, të shikojmë rreth e qark se çana rrethon, sepse nuk jemi në këtë jetë vetëm për vete, jemi edhe për tjerë. Sa më shumë të kemi mundësi të ndihmojmë, do ishte gjëja më e bukur në jetë. Domethënë unë kur ndihmoj njerëz, I have goosebumps. E kupton? Është gjëja më e bukur që mund të kesh në jetë. Ndihmosh njerëz. Çfarë këshilli do të jepje sot të gjithë të rinjve? Të gjithë të rinjve, po i shoh që janë shumë dembela. I shoh që nuk janë aktiv. I shoh që kanë qef me flet gjumë. Të jenë më aktiv. Sa më shumë aktiv, të jenë më shumë krijues, më shumë kreativ. Ka 7.000 mundësi sot, është shumë interesante se sa mundësi të jepen sot. Dhe i shoh sot të jepën mundësi në Shqipëri. Dhe me dasht sa dush, a ke takat. A ke vullnet. Ma beso. Është dita 69 që po protestojmë ne të rinjt. Po. Për mundësitë që nuk i kemi. Po. Për të gjithë kushtet dhe për të gjithë kauzat, dhe besoj që ka mundësi në Shqipëri. Mundësi. Unë mendoj që mundësi kanë, shiko. Unë nuk merr me politikë realisht, sepse unë kauzat i din, po i shikon besoj. Kauzat i din shumë mirë. Shqipëria ka probleme sa të dush. Protesta është pa politik. Një minutë, pa politik është. Shqipëria ka probleme pa fund. Po mos kujtoti se dhe vendet e tjera në botë që janë bashkime evropiane me radhë nuk kanë probleme. A duhet zgjidh problemet tona patjetër. Mjekësinë kemi për turp. Arsimi është për turp. Tani këto janë gjërat që duhen rregullohen. Dhe ju bëni shumë mirë që dilni aksion every day, me dal çdo ditë. Jo 64, duhet të shkoj 164. Patjetër. Tani. Po. Para se të mbyllim intervistën, bashkëbisedimin, unë kam një rubrikë shumë të preferuar, që është rubrika që duhet të përgjigjesh për 3 sekonda. 1, 2, 3. Yes. Patjetër. Një fjalë që të përshkruan. Energji. Banori më i fort. Big Brother bëhet fjalë. Stina. Banori më i fort. Armini. Banori më strateg. Livernos. Një gjë që të bezdis. Vapa. Tjetër? Tjetër? Po së bezdis asë i gjë. Kafe apo çaj? Kafe për zonë. Mal apo det? Vetëm mal.
Ditë apo natë? Ditë e natë. Mëngjes herët apo darkë vonë? Mëngjes herët. Libër apo film? Libër dhe film. Filmi i preferuar? Denzel Washington, The Gladiator. Libri i fundit që ke lexuar? Njerëz të suksesshëm. Nëse nuk do ishe inxhinier, çfarë? Aktor filmi. Personi që të frymëzon? Që më frymëzon mua? Tani në këto momente? Aura, vajza ime. Aktori i preferuar? Denzel Washington. S'ka më bjetë. Bjonda apo Bruna? Po bjonda e ke radhën sonde, Bruna e kësaj të shtunë. Bëjmë shaka këtë. Depends nga dita. Si për look, për pamje. Sportiva apo klas? Klas. Klas. Këngëtarja që preferon më shumë? Këngëtarja shqiptare apo huaj? Shqiptare. Shqiptare. Aurelia. Tjetër? Këngëtari. Këngëtari? Unë ta sash, kam pas dikur atë që kam shok sot e kam pas idhu. Dhe mu stinë më ka pas pëlqyer dikur realisht top form për këngëtar. Pastaj mbas atij është Aleksandër Gjoga. Veriore apo jugore? Po ne kena në shtëpi veriore Lali, çfarë do vazhdojmë? Tani këto janë pyetjet e E kuptova, për shumë rubrikë interesante. S'të pëlqen? Perfekt, perl. Perl. Gjëjat që bën çdo mëngjes? Po o, zgjuam nga gjumi. Gjëja që bën çdo mbrëmje? Flet gjumë. Ushqimi preferuar? Grosh. Vrap apo ecje? Ecje. Shpejt apo ngadal? Ngadal. Qet. Qet. E fundit një mesazh për të gjithë publikun. Një mesazh për publikun. Shpejt. Shumë mesazhe shpejt. Njerëz jeni njerëz të mirë, bëni gjëra të mira sepse ka një fillim kjo jetë, ka një mbarim, nuk do marrim asgjë me vete dhe kemi një rrugtim për një jetë gjithë. Kështu që bëuni njerëz të mirë dhe jepni sa më shumë dashuri everyday. Ti ke folur shumë pak për bashkëshortën, kështu që unë do doja një mesazh nga ana jote për bashkëshortën tënde tani. Shikon, nga që bashkëshortja nuk do të bëhet asnjëherë publike. Jo, po mos më E kupton, nuk tregoj. Atëherë bashkëshortja, unë jetoj me bashkëshortën me gocën, kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Është një grua shumë e mirë dhe respektoj maksimalisht. Respekti është mbi të gjitha, po pa të respektuar. E mori mesazhin, domethënë respekt. Mirëpafshim, kaq. Unë doja një mesazh. Faleminderit që ekziston. Nuk bëjmë shumë mesazhe. Jam shumë me faqe. Nuk je romantik ti? Romantik? Vetëm kur flegjëm. Falenderoj që ishe pjesë e emisionit Vibe. Çfarë vibe të dha herë emisioni Vibe? Vibe shumë i qetë dhe domethënë chill, që unë s'jam chill, jam online. Po chill ishte edhe ti shumë me sakt. Edhe shumë mirë. Shumë mirë. Do t'ju ftoj një ditë për drek si staf. Patjetër do kemi kënaqësinë, do jesh gjithmonë i mirëpritur. Po doni, unë ju ftoj ditë për drek edhe si staf edhe t'ju jap fshat që vetëm doja jam. A kuptoj? Do jesh gjithmonë i mirëpritur dhe mezi po pres që të nxjerrësh këngën e re. Do publikosh, apo do vim këtu prapë? Edhe ose mund të vish edhe këtu prapë, shumë faleminderit. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.